e NATO-s nuk është as Gjermania, edhe asnjë nga këto vende të tjera, është Amerika. Jo, nuk i kemi asnjë në Europë. Ata komshinët e Ukrainës asnjë nga ato nuk janë. Po Ulla, ju gjithmonë keni thënë se Letonia apo Estonia? Po. Ju gjithmonë keni thënë se Rusia nuk do ta ndalë luftën, sepse për shkak të luftës i mban çmimet e larta të naftës. Lëndëve të para. Po. Ndërkohë, sipas burimeve zyrtare, Rusia ka arritur në vitin 2024 të prodhoj diku mbi 1 miliard kilogram mish liçi. Dhe gjithashtu është prodhuesi i dytë i mishit të gjelit. Që janë këto statistika? Kur flasim për ekonomi lufte, një nga zërat kryesore të ekonomisë luftës, pra aty ka shritur numri i eksportit. Sot Rusia është fuqia e 4 të eksportit të mishit në botë. E para është Argentina, e dyta është BE, e treti Brazili dhe e katra është Rusia. Nuk e kanë penguar sanksionet? Jo vetëm që se kanë penguar, por lidhet me atë që thamë më përpara. E kanë projektuar ekonominë e tyre drejt industrisë agro-ushqimore me dy qëllime. Një, mbështetjen e trupave dhe të ushtrisë me ushqim dhe me kapacitete njerëzore, sepse ta kam thënë dhe një herë tjetër, për një ushtar Ukrainës për 3 ushtarë Ukrainës në front ka 1 ushtar në prapëvi. Për 1 ushtar rus në front ka 3 ushtarë në prapëvi. Pra, kur lexojmë këto shifra, duhet kuptojmë strategjinë e Rusisë me ekonominë dhe çfarë projekton për luftën të ardhmen. Kur flasim për mish, nuk kuptojmë ushqim për ushtri. Kur flasim për mish, nuk kuptojmë eksport. Nuk kuptojmë atë që s'kemi më sot në Evropë. Kjo nuk kuptojmë që ata kanë rezerva të mëdha për vete, por kanë edhe që po i projektojnë këtu. Nuk kuptojnë që ndërlidhja e tyre, për shembull, ju folet për gjelat e detit. Ju e dini shumë mirë që pulat dhe gjelat e detit janë ushqimi kryesor në pjesën e botës arabe dhe aziatike. Bashkë me orizin, për shembull. Bashkë me grurin. Pra drithrat shërbejnë. Pse kemi folur për drithrat? Se drithrat shërbejnë për të ushqyer kafshët. Pra, për të ushqyer lopët, për të ushqyer viçat, për të ushqyer pulat, për të ushqyer gjelat e detit, për të ushqyer derrat. Pra, këtë ushqim, këtë industri ushqimore, që nuk e kemi më në perëndim. Vetëm Amerika dhe Kanadaja kanë akoma në nivel të lartë industrial të industrisë agro-ushqimore. Nuk e ke më në Itali, fatkeqësisht. E ke pak në Gjermani, pak në Francë. Ruan akoma Hungaria një pjesë prodhimit të mishit të tjetër. Pra, shkove tek një pikë shumë e rëndësishme e luftës, që është ekonomia e luftës. Rusia ka zhvilluar dhe po zhvillon një ekonomi lufte. Apo e bën Evropa këtë gjë? Jo. Ky indikator që përmendet ti është shumë i rëndësishëm për të kuptuar se ç'po ndodh. Ndoshta për drithrat do të kemi një temë të veçantë, sepse është një temë shumë e rëndësishme. Por, Ilir, ajo që kam parë edhe gjatë viteve të studimit, sa kam qenë, se shumë shteteve në lindje ju është bërë presion sa i përket prodhimit të produkteve bujqësore, që të mos rrisin kapacitetin. Kjo është BE. A i ke parti në BE që ata dalin bëjnë protestë, dalin Bruxelles dhe derdhin qumshin rrugë. A i ke parë protestat? Po, shpesh. Sepse këta i thonë... Mos në Francë i kemi shumë shpesh. Këta i thonë prodhuesve në vëndet e tyre mos prodhonin më, mos rrisnin më prodhim. Ja, për këtë po flisnim, kur po flasim dobësia e perëndimit, dobësia e BE-s me pjesën tjetër të botës. Tani, ata kanë treg rusët, kanë Kinën 1,5 miliard dhe Indin 1,5 miliard. Është e kuptueshme që kanë tek mishi i gjelit detit, kanë vetëm 3% konsum brendshëm dhe 97% eksport. Po kjo është një gjë që ka pas perëndimi deri dje. Pra i kemi mësuar të rinjt në vendet perëndimore të mos punojnë më, të jenë gjithë, do bëhen gjithë IT, gjithë inxhiniera IT, do jetojnë gjithë në gjeneratën e 7, do adhurojnë gjithë Big Brotherin në vendet përkatëse dhe
I kanë ikur punës. Ndërkohë që ekonomia botërore është postuar ku? Në Azi edhe në Afrikë. Ky është një indikator shumë i rëndësishëm. Kulla. Që nuk ka lidhje me armët, nuk ka lidhje me gazin, nuk ka lidhje me naftën, ka lidhje me ushqimin. Dhe ne kemi arritur, unë flas për Shqipërinë, po edhe Kosovë, ne kemi arritur që shumë produkte që prodhoheshin këtu, biologjike etj, i importojmë tash. A nuk është skandaloze kjo? Dhe fare nuk janë të shishme. Kjo është mungesë dëshire. Nuk është mungesë mundësie. Pra, nuk pengon asgjë në vendet tona që të rriten, duke marrë shembullin e Rusisë, po edhe shembullin e Amerikës dhe të Kanadas, po duhet, që të rrisim përqindjen e prodhimit përgjithshëm bruto për bujqësinë. Që të, ne nuk kemi gjendje të bëjmë për shembull teknologji ushtarake bërthamore apo satelitore. Por ama speca dhe domate. Kemi mundësi. Industri, agroturizmi, jemi gjendje të bëjmë. Pra, duhet marrë këto shembull pikërisht për të ilustruar sepse sot jemi dobësuar gjithë bashkë. Kulla, pyetjen e fundit për këtë pjesë. A nuk e shohin vendet e perëndimit, a janë të verbër përpara strategjisë së Rusisë, sa ajo po e përdor luftën për interesat e saj ekonomike? E shohin, po s'duan të pranojnë të vërtetën. Pra të vërtetën e gabimeve në vendimarrjet e tyre.